Po, Hedie, po pres një përgjigje. A është Asla vajza jonë? Duhet ta di këtë gjë, a jam unë babai i Aslës. Ç'është kjo pyetje absurde? A për këtë më ftove këtu? Po, por endes më ktheve përgjigje. Tregon, Asla, a është vajza ime? Jo, Asla nuk është vajza jote. Në rregull? Mbarove? Nëse nuk ke pyetje tjetër, a mund të iki? E dije. Ma thuaj të vërtetën. Nëse Asla është vajza ime, kam të drejtë ta di, të lutem. Mos e fshi. Mos e fshi të vërtetën, të lutem. Nuk po të fshi asgjë. Mjaft tani e mora përgjigjen. Mos më shqetëso më dhe mos gudo të telefonosh përsëri. Dhe mos ja mbush mendjen Aslët me gjëra që nuk janë të vërteta. Babai i saj është Xhengizi. E dije. E në rregull, mjaft më nuk na ka mbetur asgjë për të folur. A nuk mund të lësh të kaluarën në të kaluarën? Të dy jemi njerëz të martuar. Edhe fakti që takohemi këtu e të flasim bashkë është i papërshtatshëm. Po të na shohë dikush do të keq kuptoj. E ne nuk do të mund ta përballojmë. Shiko, nëse mendon për Aslën dhe e don të mirën e saj, lere të qetë nënën e saj. Në rregull? Ma the se do ta çojë në spital. E përse gënjeve? Ozan, unë nuk doja të gënjeja, por u detyrova pra. Nuk doja që për shkak të hallave të mia t'u prishja dhe juve qejfin. Ta thash edhe në shkollë që kisha nevojë të rria pak vetëm. Të kërkoj ndjes. Mase të bëra presion. Nuk ishte qëllimi të të gjykoja. Thjesht nuk ishe pse të gënjeje dhe kaq. Mjafton të thoshe se nuk do të vije. Mirë, në rregull, mos ta zgjasim më. Kështu vetëm sa po e mërzisim Aslën ne. Do të shkojmë prapë bashkë një herë tjetër apo jo, Asla? Sigurisht. Do të shkojmë. Nëse ka diçka që mund të bëj. Asla, a mund të vish pak shpirt? Më duhet të shkoj tani. Shihemi më vonë. Mirupafshim. Hajde ja. E di ti ku sham unë, ore? Më duket që jemi parë diku, por nuk më kujtohet. Shiko mirë, më shiko mirë edhe nga afër. Quno, unë jam një farloj trupëje asaj vajzës, që ti vjen vërdall, e kupton? Prindit e saj ma kanë besuar mua, ta dish. Vajzës që i vi vërdall unë? Ej Lyli! Dëgjo mirë. Nëse të shoh edhe një herë rreth e Lylit, do të bëj seriozisht të pendohesh. Do ta kuptosh çfarë do të thotë ti afrohesh vajzës së laçës son. E ke keq kuptuar, djalosh. E Lyli është shoqja ime. Nuk i bëj dëm asaj. Dhe nuk lejoj askën t'i bëj dëm asaj. Pra jemi në të njëjtën anë, nuk ka nevojë për tension. Mirupafshim. Mos më bëj poza si artist mua. Nëse të them rri larg, do rish larg, a kuptove? Nga sot e tute nuk jeni më shok. Mbaroj gjithçka. Në shkollë ka plot vajza të tjera. Shko me me to. Hajde, zhduku. Zhduku. Vëlla Koraj? Çfarë po bën ti këtu, po e kërcëllon njerëzin? Jo. Kjo nuk ishte kërcënim. Shiko, thjesht i dhash një paralajmërim si një vëllai i madh. E dëgjova, vëlla, e dëgjova. Në çfarë kohe jetojmë ne? Është turp kjo që bëre. Shiko, e Lyl, për siguri, nëse ndonjë tip problematik të afrohet, ta dish që nuk je vetëm. Për këtë arsye e bëra. Unë nuk kam nevojë për asnjë mbrojtje. Dhe
Jazi nuk është si ata që të qepen pas. Ne jemi shok. Të thash në një gjë. Në rregull atëherë, unë po iki, po largohem. Zoti të ndriçoft mendjen. Pra, më fal, është një shok nga lagja e vjetër. Është pak i prapambetur. S'ka gjë, gjërat vogla, mos u shqetëso. Pse erdhe? Harove diçka? Ashtu ato fleturet me temat e provimit që i kishim shkruar më duket se mbetën tek ti. Ja, këtu është. Do të mësoj në shtëpi. Suksese. Ashtu me qëra fjala, më fal edhe një herë. As mos e përmend. Shihemi. Shihemi. Ashtu. Nëse nuk e punë mbrëmje, e jatene, shojmë do një film. Jo, Bershin. Nuk më dile shka. Në rregull, e ja të mësojmë. Më pëlqen të studioj vetëm. Ti mos je mërzitur sepse ne nuk shkuam në park? Jo, Bershin nuk ka lidhje. Po iki, mirë pafshim më vonë. Nëse mërzitesh më thirr. Do ta shohim. Aman, Brenuran. Bravo të qoftë ty. Tani fillon nga e para, hiq edhe vëre prap. Hedie? Eja, këtu eja, qëfar folet me atë? A erdhi Asla? Erdhi është në dhomë. A më kërkoi mua? Jo, shpirt. Hedie, qëfar folët? Më trego qëfar të thaj, qëfar i theti? Motër, frika ime u bë realitet. Më pyeti nëse Asla është vajza e tij. E ti qëfar i the ati? Si çfarë i thash jo, sigurisht. Por nuk e di nëse e besoi apo jo. O zot, nga doli kjo tani për një herë kështu? Nuk e di pra. Në spital unë pas kam thënë Aslën po ta lë ty amanet. E që nga atëhera i po dyshon tani? Mirë, ti mos e streso veten zemër. Çfarë i theti? I the që nuk është vajza jote dhe mbaroj puna, çfarë do të bëj më shumë s'ka pse ta zgjas. E unë nga kjo kam frikë do në thot. Po sikur ta çoj më tej, po sikur të filloj të hetoj. Jo. Edhe nëse heton, le të hetoj. Punë e ti është. Çfarë do të bëj, le të merret me të. Ti mos e shqetëso veten për asgjë. Nën? Përse je e mërzitur? Korik 1999. Alo, zënja Turba, më duhet formulari regjistrimit të një studenti? Mund të më dërgoni me email një kopje? Është regjistruar rishtas në Fakultetin e Drejtësisë, Aslı Gündüz. Kur ta shikoni listën del me njëherë. Po më dërgoni, faleminderit. Ju lutem. Duhet të marrë vesh datën e lindjes së Aslës. S'kam gjëbja ime, s'kam asgjë thash. Nën. Dëgjova pra. Tetoja të tha që të mos mërzitesh ti. Çfarë ndodhi pra? Ashtu po flisnin për ca gjëra, pra për gjithçka që ka ndodhur. Baba yt nuk është këtu. Pastaj sjellja e pahishme e zonjës Sibel. Pra, kohët e fundit nuk ka e keqe që nuk na ka rënë ne. Në shpirt. A nuk ta tha doktori ty që ti shmangesh stresit, ha? Pse flisni për këtë gjëra tani ju?
Ashtu, thjeshtra muhabeti bia ime. Motër Nuran, asle ka të drejtë, mos i përmendim më këto gjërat pakëndshme. Në rregull, shpirt. Hajde atëherë. Unë po e bëj kafen dhe do dalim në kopësh ta pim një kafe, mirë? Unë i bëj kafe tani. Hajde, shpirt. Sa s'më pushuj zemra që e dëgjoj. Jo, për fat nuk dëgjoj asgjë ajo. Dëgjoj Hedje, duhet të jemi edhe ne më të kujdesshme, të mos flasim hapur për këto gjëra. Hedje, vajza ka të drejtë. Pastaj po e dëmton edhe shëndetin. Të lutem, çfarë është shkruar ajo do të bëhet. Ata u takuan në një rrugë pranë kompleksit ku jetoni ju. Duke sikur po fshiheshin. Të dy ishin shumë të tensionuar, sidomos gruaja. Sipas meje kishte diçka mes tyre, nga sjellja e tyre ashtu dukej. Debatuan pak dhe gruaja u largua, pastaj zotri Tarek u kthye në shkollë. Këtu është tani? Po zotri, në zyrën e tij. Mirë, Ilirje mund të shosh. Po, Tarek. Shumë të rëndësishme janë tani këto. Mos i hathoj ashtu. Shiko se çfarë ke për manikyrin. Nën, jam e shqetësuar, të lutem. E jo t'ja është ajo ideja për parkun e lojrave? Mos je gjë kalamati, Berqin, nuk gjete do të ndonjë vetë më të mirë? Nën e dashur, të lutem. Asgjë nuk po shkon mirë si dua unë. Nuk kam qenë as 2 minuta vetë me Ozanin. Mos më rëndo edhe ti mua, të lutem. Të paktën edhe e ke provuar, edhe kjo është diçka. Nëse gjej ambientin e duhur, gjithçka do të zgjidhet. Jam e sigurt për këtë. Tani që e kam Aslën nën kontroll, i them vetes Berqin bëj diçka Berqin, por jo, nuk funksionon. Gjeje një vend më të përshtatshëm, vajzë. Diçka ku njerëzit shijojnë momente romantike kur janë vetëm, për shembull. Jo vende me fëmijë që bërtasin dhe rrota që rrotullohen aty. Ku për shembull? Një shtëpi në mal. Teta Zhulide ka një shtëpi në mal. E di, prandaj edhe ta thash, një vend i qetë vetëm për ju të dy, larg qytetit. A e kupton këtë gjë ti? Shumë mirë do të ishte. Jo. Nuk mundet. Ozani nuk do të vinte kur vetëm me mua atje. Jo, nuk mund të shkojnë vetëm ne të dy. Po nëse është edhe Asla me ju. Nën. Mua më duhet i mendoj të gjitha, Berqin. Mos i hathojnë të thash njerë. Punë të mbarë? Mirë se erdhe zemër. Ja, u luti. Pasi që fola me ty, vendosa të shkoj në mbledhjen e bordit drejtues. Ke bërë gjën e dur. Po, kam qenë larg për pak kohë, prandaj disa dosje më duken pak të huaja mua. Pash zotin mos pyet, edhe unë njëjtë kur u ktheva në shkollë. Dukesh pak i ngrysur sot. Jo, ja mirë, s'kam ndonjë gjë. Ma trego. Edhe unë kam nevojë për pak pushim nga puna. E po kam disa gjëra që më shqetësojnë. Çfarë për shembull? Gjëra që lidhen me Aslën. Zhilide, apo vjen? Jam në dhomën time. Bir, trego, ulu, sa mirë po më tregoje? A ka lidhje me ato që ndodhi një ditë më parë? Do të flasim bashkë më vonë. A mund të më ndihmosh ta fitoj zemrën e Ozanit?
A mund të më ndihmosh të bëhem e dashura e ti? Asla, këtu ishe ti? Nuk është kjo Ozani? Ku është? Këtu është? Ai, më falë, pas kam parë gabim. Por ti pas ke humbur thellë në mendime. Je në botën tënde. Po studioja dhe humba pak. Aslë, ti çfarë ke? Që në mëngjes je shumë e ngrysur. Nuk kam asgjë? Mirë jam. Ka. Edhe me Ozani dhe Berqin nuk të kam parë sot as pak. Mos jam e detyruar të rri me ta? Doja të rria vetëm. Po të them se jam mirë, nuk kam asgjë. Zot o zot. Mirë, pse po nervozohesh kështu? S'të thash gjë? Kur pranvera erdhi në Prishtinë. Sot qenë ke shumë i lumtur. Po, zemër. Po, kaloj një ditë shumë të bukur. Po mësoj gjëra të reja dhe po i shijoj. Edhe më thuaj se çfarë bën ti? Hajde më thuaj. Ç'janë ato dosje? Po punoj. Do marr pjesë në mbledhjen e bordit drejtues. Nëse ke ndonjë gjë që se kupton, më pyet të ndihmoj unë. Në fakt ka diçka. Një kompani cateringu është paguar me një shumë të madhe. Nuk e kuptoj se për çfarë. Nuk ka kod të reference në dosje. Dhe madje as nuk dihet kush e ka aprovuar. O, zot. Tani edhe unë u bëra kurios. A mund ta shikoj? Interesante. S'ka gjë. Nesër do të pyes kontabilistin, mos u brangos. S'ka nevojë zemër, unë do ta... Jo, zemër. Unë e shoh të njëri 10 herë në ditë, do merrem vet. Ti rreqet, të lutem tani. Do merrem unë mimtas, ti më rrëmoj punët e tua. Mirë zemër, si të duash. Do të bëjmë si të duash ti. Atëherë ti ndroj rrobat unë. Alo, Tarik, më thuaj ku je kështu? Do të flasim me njërin e të dy. Mimtas jam shumë i zënë tani. A mund të flasim në telefon, të lutem? Dëgjoj Tarik, në këtë punën e Xhilides për hyrjen në bord ti ke gisht apo jo? Taneja po kontrollon llogaritë. Ajo është aksionerja kryesore. Çfarë të duhet ty? Le të kontrolloj pra. Tarik, dëgjoj. Mimtas, jam vërtet i zënë tani. Nesër në shkollë flasim, po e mbyll tani. Mirë Tarik, mirë. Ne do të flasim nesër në shkollë. Do të shohësh si këtë qëndrimin tënd arrogant, Tarik. Do të shohësh. Asla pas ka lindur në prill. Ne me Hedien ishim bashkë deri në fund të qershorit. Pastaj unë nika jashtë shtetit. Datat përputhen. Muaj i veti gjithçka përputhet. O Zot. Po sikur Asla të jetë vërtet vajza ime. Tarëk? Çfarë do, Sibel? Çfarë? Njëherë Mimtazi, tani ti. S'më lini të qetë. Ai, më fal, se nuk e dija që je i zënë. Po shkruaj një artikull, çfarë do? S'dua asgjë zemra ime. Erdhe nga shkolla, hyre brenda dhe nuk po del nga dhoma as pakti. Thjesht doja ta di si je. Jam mirë, Sibel. Jam mirë. Në rregull? Po punoj. Më lër të qetë. Mirë, në rregull.
Jo, nën. Problemi që më nervozon nuk është ai. Është fakti që i Lyli e mbron atë. E duhej të prisje të ikte vajza, o biri im, duhej. Nën, ajo kishte ikur pra. Sa po nisa ta friksoja djalin, ajo u kthye prap. Doli shumë keq, shumë keq. Edhe unë po kështu mendoj. Nuk shkoj as pak mirë, as pak. Por prit tani, do gjej unë ndonjë zgjedhje për ty. Dëgjoj çfarë të them. Pse nuk e telefonon nënën vajzës? Dhe ti thuash që disa tipa po ja bezdisin vajzën në shkollë. Nuk do ishte mirë. Si thua? Nuk bën. Do e heqin vajzën nga shkolla, do e mbyllin në shtëpi. Ti do të dëmtohesh këtu? Kam një ide dhe më të mirë unë. Dëgjoj ti çfarë do të bësh. Shko atë tipin kape në një cep, bjeri pak nga hunda e goja që ti hy frika edhe të. Mos i afrohet më e i Lylit asnjëherë. Por këtë herë bëu shumë më i kujdesshëm dhe mos u shfaq fare para e Lylit. Në rregull? Mos u shtetëso. Mos u merakos. S'do e bëj të njëjtin gabim 2 herë. E, bravo për ty. Hajde, ha tani këtu. Aga, me urdhër të Agës të madh, kushdo që të del përpara dhe të bëzdis apo ta pret rrugën, unë do të merrem vetë me të. Jo vlla, nuk ka nevojë për dhunë. Për gjërat vogla si avlen ti bësh kujt keq. Edhe e pesi erdhi e Lyli. Si foli, ha? Po, i lumt vërtet, fitoj edhe respektin tim. Shumë bukur. Shumë. Ashtu është. Vëlla, nëse të del prap në një që të sfidon, do t'ja ndaj kokën më dysh si këto midhjet. Ta dish që tani po ta them. S'ka gjë. Mos u shqetësoti. Shpresoj të mos dodh. Vëlla, ti s'ke ngrënë fare. Jo, faleminderit. Kam ngrënë. Dëgjoj, nëse si e ngopur po porosis një tepsi tjetër. Jo, faleminderit. Jo, si e ngopur. Prit po porosis edhe një tepsi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Berçin. Ozan, mua më erdhi një ide fantastike. Në fakt do të telefonoja dje në mbrëmje, por ishte vonë dhe mendova se do zemrohesh, prandaj s'të mora. Çfarë ide? Mendoj se e gjeta diçka që mund t'ja rregullojmë humorin Aslës. Vërtet? E çfarë kështu? Shtëpia në mal. Shtëpia në mal? Po, shiko, nëse Aslë rrit 2 ditë atje, i largoj gjithë stresi dhe çdo gjë që ka. Po ti numëroj. Ajër i pastër, zëra zogjë, yje. Ajo do ndihej si e rilindur. Te shtëpia jo në mal. Po, ne vetë nuk mund të shkojmë. Është bukur të rish aty, por rrugën deri atje me zgjen. Nëse na çon ti, Ju çoj, s'është ndonjë problem. Por e jo me Aslës, a do e lejoj? A do ta lër ajo vajzën të shkojnë në shtëpinë në mal? do ta lejoj. Me që mendon se do të shkoj me mua, do e lejoj. Mos u shqetëso, do flas vetë personalisht me të. E për shumë mirë atërë. Unë do i kërkoj çelësat mamasime. Edhe ju do shlodheni pak. Do i bëj shumë mirë Aslës. Edhe mua do më bëj shumë mirë. Dakord, unë do të flas me nënën time. Ti telefonoj nënës Aslës, pastaj flasim prapë kur të Në dalësh. rregull. Mirupafshim. Mirupafshim. Po më mbyt kjo gjë e mallkuar. Prit. Ktheu nga unë këtu. Do të vish në kohë në mbrëmje apo jo? Pse? Tariki kam bërë unë një rezervim. Sa herë duhet që të ta përsërisun? E kam prenotuar 3 ditë që më parë. Në mbrëmje do të ham bashkë darkë. Nuk kam fare dëshirë të dalë Sibel. Anuloje këtë gjë. Kam shumë detyra për të korrigjuar dhe shumë punë. Të lutem anuloje. Apo tallesh me mua ti? A e din se sa e vështirë ishte ta gjeja atë vend? Shko me Berçinin. Ose me ndonjë shoqe tjetër. Si e detyruar ta hash me mua? Tarik i dashur, çfarë ke ti kështu? Po më trajton mua shumë keq. Prej ditësh vetëm ashpër më flet. Nëse ke ndonjë problem ma thuaj. Kjo sjellje mua po më ngre nervat. Po mbytem Sibel. Dëgjon. Ky është problem. Problemi im është ky. Ti bën plane pa mpyetur. Pastaj kur unë si ndjek më fajson mua. Edhe kjo më mbyt. A e kupton këtë?
Nuk e kuptova. Në mbrëmje do të vish për dartë. Bëj çfarë të duash. Unë nuk vi. Tarik, Tarik! Përshëndetje. Bergjin? Si je? Që kemi? Mirë. Po bëhesha gati të shkoja në shkollë. Dje menaxhove shumë mirë situatën. U bë zemra mal që Ozani nuk kuptoi asgjë. Ti na shpëtove në momentin e fundit. Po, por mua mu deshe të gënjeja. Po. Gjithsesi dje nuk shkuan gjërat siç doja unë. Nuk shkuan siç mendova, por kam plane të tjera. Çfarë planesh? Do shkojmë për 2 ditë në shtëpinë në mal. Ti, unë dhe Ozani. Pastaj ti do gjesh një mënyrë të më lesh vetëm mua me Ozanin. Pjesa tjetër e di edhe vet. Unë nuk e di. Ja, nëna ime është e semur. Në këtë gjendje nuk ku mund të them po shkoj me pushime në malun. Dhe nuk do të më jap leje gjithsesi. Ti mos u shqetëso për atë. Unë do e zgjidh, do të mendoj diçka. Thuaj vetëm nëse je dakord me planin tim. Nëse them jo, a do zemrohesh? Faleminderit shumë i kesha ime dashur. Faleminderit shumë. Nëna ime zë flinte në këtë orë. Nën. Nën. Ozan, sa është ora? Pse ke fjetër këtu? U lodha duke parë dosjet dhe më ka zënë gjumi këtu. Ti a ke ngrënë mëngjes? Ti më prit këtu, do ta bëj një kafe dhe bisedojmë bashkë pastaj. Ulu birë. E bëj unë. Edhe bisedojmë. Mirë. Sa po folja me Berqinin. Aslu dhe ajo duhet të shkojnë në shtëpinë tonë në mal. Sigurisht nëse teta Hedia bindet që ta lërë. Dhe nëse ne nuk e kemi problem. Sigurisht që nuk e kemi birë. Çfarë do të thotë? Kur të doni ju? S'ke përse pyet. Faleminderit shumë. Ti ri, unë po të bëj një kafe. Ai, sa mëngjes i bukur ky. Pra, 2 vajza në mes të malit, çfarë do të bëni, nuk e kuptoj. Aty s'ka njeri fare, nuk di se çfarë të them. Është e sigurt paktën. Më tregoni, çfarë mendoni ju? Është e sigurt e ta Hedie, e sigurt. Dhe mos mendo që është ndonjë barak. Është më e madhe se këtu. Është ambient shumë i qetë. Pra, ne shkojmë 2-3 herë në vit. Mos u shqetëso për këtë. Është shumë e sigurt atje. Bia ime ti vetë do të që të shkosh. Mundet në. Edhe pak ndryshim bën mirë. Jam vetëm 2 ditë. Do shkojmë dhe do kthehemi. Nuk më pëlqen fare kjo ide më e vajza. Asllë, ti e di që unë shqetësohem shpirt. Teta Hedie, ne nuk do dalim nga shtëpia, të premtoj. Dhe Asla duhet të çlodhet pak, të heq stresin e kësaj jave të keqe. Unë e kam menduar këtë më shumë për Aslën, për të mirën e saj. Mirë, në rregull atëherë, hajde shkoni. Faleminderit shumë teta Hedie. Asla është në dorën time.
Si ishte vëllimi i sferës? Kujtoje. 4-3 pi herë r në kup. Shumë mirë, po e mban mend? Në fakt e pash pak në shtëpi. Pra, normalisht kështu nuk i bëj llogaritjet me një herë, por unë zgjidh 3 ushtrime, ndërkohë që të tjerët mbarojnë provimin. Shumë e vështirë. E Lul, unë nuk të thash që do t'jetë e lehtë, por edhe nëse është më e vështirë, ti do arrish. Për këtë po përpiqemi. Shiko, do e kalosh provimin, do futesh në atë nivel. Fillimisht kursi, pastaj universiteti. Plani ynë është perfekt. Gjithçka është e hapur, por dorëzim nuk ka. Hajde. Hajde pyetje tjetër. Hajde birë, hape gojën ti. Të bëf të mirë për djalin tim më të mirë, të jap forcë kjo ty, por kujdes shumë mos të shoh njeri, kujdes lutem, askush nuk duhet të shoh ty, në rregull? Në rregull. Mos u shqetëso. A është era parë që rajmë dikë? Por atë tipin jaz do ta shtri pa e kuptuar fare. Do t'i tregoj mirë çfarë do të thotë nga smoshe Lulin. Edhe unë mendoj kështu, shumë mirë ja bën. Por kujdes, unë do ta kem mendjen vetëm te ti. Je shumë i kujdesshëm, të lutem. Pastaj ne shohim përpara, pastaj të gjitha i kemi të unat. Në rregull, hajde. Hyr brenda, hajde. Hajde, Zoti të ruaj ty. O Zot, ruaje djalin tim, të lutem, ruaje. Shtëpia qenë ka vërtet shumë e vogël. Gati sa nuk mora ata klaustrofobia aty brenda. Shtëpia ku jam rritur unë ishte edhe më e vogël. Sidoqoftë, mos përqendrohemi nga kryesorja. E bindem në nënën tënde? Tani jemi te çështja kryesore. Plani im për të qëndruar vetëm me Ozan në shtëpinë e Malit. Si do ndodh kjo? Ozani mendon se do na lërë dhe do të kthehet. Si do ta bindesh ti që edhe ai të rri atje? Ti mua ma lër atë pjesë. E kam menduar gjithçka me detaje unë. Shumë mirë e kam menduar. Mos u shqetëso as pak. E hajde të ecim. Po fshe diçka nga unë, e dije. Dhe është diçka shumë e rëndësishme kjo. Fort mirë, më kujtohet mua që ju dhash urdhër që ajo pagesë të bëjë nga fondi i fshehtë. Zotri Mumtaz me sa mban mend. Nuk ka rëndësi çfarë mban mend ti. E rëndësishme është çfarë të kam thënë unë. Tani, po më thua që jam aq budalla sa të bëj një shpenzim të tillë nga fondi i universitetit, mos të dukem budalla unë. Jo, as që bëtë fjalë, ka qenë gabim, do e rregulloj unë më shpejt sa mundem. Do e rregullojmë, po si? Zhylida e pa të shpenzim. Po kontrollon llogaritë dhe e kuptoj që është e pa rregullt kjo. E di se çfarë ndodh nëse për shkak të paaftësisë suaj unë futem në telashe. A je në dieni? Do ju shkatroj të gjithëve. Dëgjoj mirë. Do e mbuloni këtë çështje dhe Zhylidea nuk duhet të kuptoj asgjë. E morë vesh? Dhe nga sot e tutje, asnjë pagesë, asnjë pamiratimin te. Patjetër, zoti Mumtaz. Zhylidea? Ti çfarë po bën këtu? Disa pagesa personale të stafit erdha për to dhe, po ti çfarë po bën këtu? Erdha për pagesën e cateringu që gjeta në dosje. Do i kontrolloj edhe këto dokumente. Zënja Zhylide, na i lini dosjet neve, ne do i kontrollojmë. Do bëjmë hetimin dhe do t'ju njoftojmë kur të mbarojmë. Nuk kam kohë për këtë. Do i kontrolloj vetë këtu. Njoftoni që të sillin edhe dosjet tjera nga arkiva.
Zemër, kjo është një universitet i madh, jo gjithçka që bëhet përmes transaksioneve mund të verifikohet me njerë. Dhe shiko, punët janë shumë të ngarkuara. Ke të drejtë në fakt. Atëherë, unë do të marrë një auditor të pavarur. Le të përgatis një raport të detajuar dhe të ma sjell mua. Kështu as njerëzit këtu nuk mbeten pa punë, edhe unë do ndihem më i qetë. Po pse ka nevojë për këtë tani? Kontabiliteti ju zgjidh këtë punë. Thjesht e kanë kërkuar pa kohë, kjo është e gjitha. Nuk kam kohë për këtë, Mymtaz. Do organizoj auditorin dhe do të vi. Le të përgatis një raport të detajuar. Kështu do të kuptojmë se çfarë ka ndodhur. Punë të mbarë. Tani, do kontrolloj çërsat, pastaj zbresim valigjet. Aslı. Meri këto. Çfarë janë këto? Do i hedhësh në depozitën e benzinës së makinës. Por Mos thuaj po. Asgjë, makina duhet të prishë që Ozani të qëndroj këtu. Për ndryshe do mbetemi vetëm si budallaqe në mes të malit. Do e bësh këtë. Vajza, a keni ardhur të rini në makina për çfarë? Berçin, për 2 ditë pushim këto janë shumë gjëra më. Mos e egzagjero. Kam marrë vetëm pak gjëra. Po shihet. Pak gjëra. Aslı, ti çmëri aty? Hajde këtu. Ti vendosim gjërat brenda dhe t'ju tregoj vendin. As ka kohë që s'ka marrë dhe këto. Ti ma ati i pëlqen dhe shumë ky vend. Edhe mua më ka marrë malli shumë për këtë vend. E mban mend? Sa shumë kujtime kemi këtu. Moj Aslı, unë vërtet të thash se do ta tregoja vendin, por në fakt nuk e vura re orën. Duhet të iki parë se të bëhet vonë. Nuk duhet të vonohem. në rregull. Mos fol marzira. A do ikësh sa po hyre? Ta kishim pirë nga një kafe. Je lodhur nga rruga, pusho pak, pastaj ik. Jo, Berçin, nuk duhet të vonohem. Por të paktën më trego ngrohsen. E ke fjalën për ngrohsen? Është e njëjta që e përdorin prej vitesh. Është shumë e thjeshtë, se di? E kam haruar. Dakor, hajde atëherë. Aslı, me që jemi këtu, bëj edhe një kafe, ta pim bashkë. Kafja, filxhanët janë aty. Gjej i vetë. Sigurisht. Hajde. Çfarë të bëj? Puja ti si. Shiko, mendoje si plan koordinatësh. Mundohu ta pikturosh në mendje. Se bëj dot. Mirë, qetësohu, hajde. Mirë. Tani grafiku i funksionit. E Lula, mund të shikosh pak? Mirë po vi. Jo, nuk po bëhet. Nga një ranë punoj, nga një ranë përqendrohem në mësim. Edhe ashtu ka shumë gjëra, nuk e di as vetë kur do të arriti bëj. Dhe frikuhem kur mendoj se do të vi shefi. Në rregull, nuk ka nevojë për panikë, ë? Nëse duhet punojmë edhe pas orarit. Do të pres këtu unë. Pra, sinqerisht do t'ishte shumë mirë. Do i telefonoj nënës, do i them se kam orar shtesë, do punojmë 2-3 orë më shumë. Në rregull. Në rregull, atëherë unë po shkoj. Punë të mbar. Mirupafshim. Unë si ta mbaj mend cili është butoni i hapjes dhe cili i mbylljes? Berçin, mbi atë butonin e madh shkruan hapje me shkronja të mëdha. Mbi butonin e mbylljes shkruan mbyllje.
Nuk është e vështirë. Edhe kafet erdhen? Po ti nuk po pi? Jo. Unë kam diçka për të bërë, ta mbaroj atë dhe vi. Të faleminderit. E pas ka bërë të mirë. U dogja! A je mirë, Berçin? Mirë jam, vetëm u dogja në dorë. Shko la e veç pak me ujtë ftohtë. Jo, besoj se kaloj. Po e pre dorën. Kujdes, po e pre dorën. Merë diçka nga brenda për të pastruar, unë po e fshi. Prit! Lëre që të them dhe unë. Hajde ullë dhe pi kafen. Shiko sa i bukur është, ma dhe mote e është i mirë. Berçin, hajde vendos. Hajde. Po të telefonon sot Ritarek? Po, se di sa herë ka telefonuar, por nuk po e hap. O zot. E di e shpirt përse s'po e hap, çfarë kemi folur ne të dyja? Do të vi deri tek dera ky njeri. Hajde, hape, por fol me të qetë me atë. Hajde. Urdhro. Më në fund, duhet që të flasim ne. Ne nuk kemi asgjë për të folur me ju, zoti Tarek. Pse kam ngulni? Ka. Për Aslën duhet flasim, duhet patjetër të takohemi. Por këtë herë të lutem fol hapur me mua. Dua të flasësh hapur, të lutem. Çfarë të tha? Ky njeri nuk do të ndalet. Duhet të flasim për Aslën. Çfarë ti përgjigjen tani unë? Çfarë ti them atij? Miru pafshim, Berçin. Miru pafshim. Asla, mund të vish vetëm pak? Të lutem mund do të qetësohesh. Dhe nëse ka ndonjë gjë më telefono. Në rregull, Ozan. Faleminderit. Mund të mos ketë sinjal telefoni, ka telefon fiks brenda. Mund të telefonosh prej andaj. Në rregull. Shko me kujdes. Nëse gjithçka shkon si duhet, makina nuk duhet të ndizen. Si kështu? A nuk ja hodhe sheqernat? Ja bëra si që the, Bergjin. Përse po nervozohesh? Po largohet. Ka që ishte pra? Çfarë ndodhi kështu? Nuk e kuptoj fare, na. Po prit të filloj të më bëjnë umbra. Po fola me mekanikun.
Thonë që më erës e nesër nuk mund të vinë. Nëse nuk del gjë, do zbres poshtë dhe do kërkoj tjetër mekanik. Thash të tregoj e veç. Miropafshim. Si pas me i kështu doli më mirë? Apo jo? A nuk u bë më argëtuese? E çfarë ka argëtuese këtu Berçin? Makina u prish, më dolën shumë punë. E në rregull për ne u bë një aventur? Kam shumë lëra në çantë, do luajmë bashk. Do kërcej, do vëm muzikë, do flasim. Apo jo Aslı, a nuk u bë më mirë kështu? Edhe unë mendoj që është mirë. Si do qoftë, ju uluni, unë do përgatis diçka për të ngrënë. Në rregull. Edhe ne do dalim jashtë, do ecim pak vetëm. A nuk do ishte më e drejtë të ndihmonim Aslën, Berçin? Dhe unë jam shumë i uritur. Nuk dua të bëj gjë para ushqimit. E kuptoj. Mirë, atëherë do e përgatisim ushqimin bashk. Të kam telefonuar 50 herë Tarik. Pse nuk e hap telefonin? Sepse si që sheh, jam i zënë, Mimtaz. Çfarë ndodhi? Po pastroj problemet që më ke hapur ti. Kaq është. Por e sert kam thënë. Të qëndrosh larg punëve të familjes. Por jo. Ja ke mbushur kokën Zhylides. Tani po sillet vërdall, sikur do kontrolloj llogaritë e kontabilitetit. Mimtaz, para zgjidhash mos fol me mua sikur jam punonjës i yt. Unë jam ortak, nuk jam punonjës i yt. Jam ortaku yt, kuptoje? Këtu e vetmja që mund sillet si shefe është Zhyli dhe ajo mund të kontrolloj çfarë doj, kur të doj, pra. Është i gjithë fajit kjo. Të pëlqen të luash këshilltarin e të tjerëve, apo jo Tarik? Një minut, pra. Mimtaz, mos ke bërë ndonjë dredhi? Ha? Çfarë është ky shqetësim? Zhyli dhe thjesht ka kontrolluar 2 dosje në kontabilitet. Mos ka gjë të fshehur? Hajde, thuaje, lehtësoje shpirtin. Duhet ta dish rrallëtisht se cili ka një sekret Tarik. Por ti nuk e kupton këtë gjë, apo jo? Prandaj po ta them, qartë dhe hapur. Sot do e bindësh Zhyliden të heq dorë nga kjo punë. Tani me njëherë. Do flasim, do e bindësh dhe ajo nuk do merret më me këtë punë. Por ndryshe, do të të bëjmë të pendohesh. Është hera e parë që hi në kuzhinë, apo jo Berçin? Ai sa që sharake. Unë thjesht punoj me kujdes, prandaj lëviz më ngadalë. Shiko veç pak Aslën. Të mos sa marrim mësysh, si kuzhinjere në televizor. Nga ke mësuar të gatuash kështu? Nga nëna jote? Jo. Që nga shkolla e mesme, kam punuar në kafene dhe restorante. Aty kam mësuar. Po, sallata është gati? Atë ju them diçka? Do lëpini gishtat, ka dalë shumë e mirë. Po si s'do i edhësh pak vaj ulliri dhe limon këse? Do i hedh, patjetër. Do i hedh. Aslo kjo salsa është gati. Çfarë të bëj tani? E marr unë këtë? Ti mund të qosh pirunjt dhe lugët në tavolinë. Dakor. Po i laj duar dhe vi direkt. Aslı, çfarë po përpiqesh të bësh? Po kërkon vëmendje. Jo, Bergjin, ç'lidhe ka kjo? Po bëj më të mirën time, pra. Atëherë bëj më shumë të lutem. Jemi fytyrë të ngrysur. Ozani kur të sheh kështu, do doj të largoj që këto dhe nuk do të vi më. Mirë, Bergjin, mirë. Bëj edhe këtë si duhet. Çfarë shkolle që nga kjo, o zot? Çfarë po mësoni aty mbrenda për 2 orësh? Po pres edhe po mërzitem.
Sa orë kanë mbetur deri në provim? Nesër ishte apo jo? Në ora 2. Si është gjendja e emocionit? Pra jam pak emocionuar, por nuk kam frikë. Më mirë se dje. Pastaj kemi studiuar shumë. Shiko, jam i bindur do e kalosh. Madje më duket sikur e ke kaluar tashmë. Shpresoj. Pas kursit do e kalosh patjetër provimin. Madje ndoshta edhe këtë shkollë. Si thua, do bëhemi shok shkolle. Shiko si po qesë qakalli. Ta tregoj unë se çfarë do të thotë të vardisesh të fejuar rësime. Do të tregoj unë. Si do qoftë. Unë po iki. Mirupafshim. Mirupafshim. Jas. Unë të falenderoj për gjithçka. Me kënaqësi. Ja, Lajmet këqija, zoti Mimtaz. Na telefonuan nga kontabiliteti, zonja Zhylide ka shkuar te kompania dhe ka marrë kontabilistin më të mirë që kanë atje. Nesër do vinë të kontrollojnë gjithë arkivin. mira, mund ta ditë se kush është. Si thua, mund ta bindim. Ishi inspektor banke, e njoh nga Stambolli. Nuk ka shumë shans ta blejmë apo ta bindim. Dil jashtë më duhet e mendoj tani. Zoti Mimtaz, Thash dil jashtë, çdo kohë. Nuk duhet ta bëj këtë budallallëk tarik. Duhet të flisë me Zhyliden dhe ta bindi ato. E kërkova vetë. Do të paguash për në vlerësimin që më bëre tarik. Zonja Sibel, buri juaj po ju të rrethon. Çfarë është kjo tani? Çfarë po bën? Unë kam një plan tjetër. E ja brenda dhe ta shpjegoj. Hajde ja, Lulu. Po ta shpjegoj tani. Ti dhe unë do e bëjmë Ozanin që të flejë në sallon. Në rregull? Pastaj me justifikimin se dua ujë, unë ngrihem, shkoj te Ozani, i them që nuk më zë gjumi dhe kalojmë kohë bashkë. Shiko, kjo lojë doli shumë e mirë, por pjesa më e rëndësishme vjen tani. Në rregull, mund të mos ketë funksionuar truku i Luna Parkut, por ky do funksionoj. Unë jam shumë emocionuar. Ne mirë që e bëm këtë lojë. Do e shohësh. Është një mundësi perfekte për t'u afruar me Ozanin. Ozan? A ishe ti aty?
Thank you.